Në mes të sezonit turistik, në një nga qytetet më të vizituara të vendit, në Vlorë, një incident banal u shndërrua në një akt dhune që shqetësoi qytetarët dhe turistët që u bën dëshmitar okular të saj. 2 persona u konfliktuan mes rrugës pas një aksidenti me makinë, duke vënë kështu në rrezik jetën e qytetarëve dhe duke i dhënë një goditje imazhit vendit ton si destinacion i sigurt dhe mikpritës turistik. Kjo është ajo çfarë pan disa turistë huaj në mes të Vlorës në kulmin e sezonit turistik. 2 makina, një Mercedes dhe një Fiat, u goditën në trafik dhe situata degradon brenda pak sekondash. Pas intencionit të çastit, drejtuesi i Mercedesit në mënyrë të qëllimshme godet fuqishëm makinën tjetër, e cila përfundon në trotuar. Një punonjës policë civil ndërhyn dhe ndalon drejtuesin agresiv të Mercedesit, që dukej se ishte gati ta përsëriste goditjen. 2 drejtuesit nuk njiheshin, por ka mjaftuar një përplasje nervash që jo vetëm të bëhen armiq mes tyre, por që të krijojnë një situatë të pakëndshme, për këto që u bë dëshmitar okular i kësaj skene. Kjo përplasje dhe të tjera si kjo që ndodhin rëndom për çështje banale nga parkimi i makinës te një vend për një çadër në plazh apo për një shikim të tepruar në lokal, rrëzojnë çdo përpjekje që Shqipëria po bën për të ndërtuar një imazh mikpritës dhe modern për vizitorët e huaj. Ata janë antireklama më e keqe për të gjithë turizmin. Derisa të ketë dhunë të tillë në rrugë, plazhe e lokale, Shqipëria rrezikon që turistët e huaj ta kujtojnë jo më për bukuritë e saj, por për skena si kjo.